Rikthehemi në studio. Do të vazhdojmë të flasim për mirë ushqyerje. Në fakt, vitet e fundit jemi njohur, jo se më parë nuk ka ekzistuar një piramidë ushqimore, por kryesisht ka qenë një lloj konsulte që merrej në për ambientet spitalore etj etj. Vitet e fundit, sa më shumë informohemi, sa më shumë kemi nutricionist që na sjellin informacione, atë piramidën kemi filluar ta kemi pak më të njohur, por ama teksa unë po googulloja për të pikërisht për të hedhur një si piramidës ushqimore, ajo që në internet qarkullojnë variante të ndryshme. Cila është e duhura? Edhe si do ta zbërthejmë ne sot këtë piramidë ushqimore, unë jam me Alken Çuko në studio, nutricionist pranë Institutit Kulinar Neranci, kënaqësi të kem këtu. Mirëmëngjes Anila, dhe është temë super interesante kjo e sotshmja. Jo se ne nuk kemi folur gjithmonë për ushqimin, por le të marrim një model se si duhet të mirë ushqehemi në mënyrë të tillë që të jetojmë një jetë të shëndetshme, por ta kemi edhe paksa të thjesht për të ndjekur ato këshillat. Se të gjithë mund të flasim, mund të japim informacione të ndryshme, këshilla të ndryshme, por është shumë e vështirë që ai informacioni të përpunohet, të përtithet dhe të mbahet më në memorie çfarë është më e rëndësishme. Ndaj ne jemi sa më të thjeshtë dhe praktik këtu kur flasim, ndaj kemi dhe produkte në studio që t'ja u tregojmë konkretisht për çfarë po flasim. Dhe marka Neranci asnjëherë nuk lë mangu të gjitha produktet dhe gamën e gjerë të markave të saj, të cilat gjenden në çdo pikë të dyqaneve të Neranci Organic Market. Dhe për ta nisur për piramidën ushqimore, në fakt ajo është ndërtuar si një model për të thjeshtësuar, le të themi, jetën njerëzve, se në viteve 70-80 u vure, domethënë, një rritje e madhe e problematikave shëndetësore, si diabeti, insulin rezistenca etj, probleme kardiovaskulare, dhe një grup e mjeku mblodhën dhe ndërtuan një model, një piramid, ku dhe forma e saj në fakt të tregon ty në një farë mënyre se kush ushqim është më i rëndësishëm. Pra, nga baza, sepse bazat e rëkëndshit është më e gjerë, deri tek maja që le të themi janë ato ushqime që duhet ta vllaztojmë pak veten në fund të ditës, se ushqimi në fakt është një nga ato kënaqësitë më të mëdha të jetës. Kështu që dhe ato, le të themi, ushqimet që na bëjnë të ndihemi fajtor në thonjza, nuk duhet i lëmë pas. Dhe unë duhet ta nis në fakt me bazën e piramidës, që janë karbohidratet. Karbohidratet janë një nga ato produktet që ne duhet i përfshim në regjimin tonë ushqimor, asnjëherë nuk duhet i lëmë pas, sepse janë burimi kryesor i energjisë. Por e rëndësishme është të marrim karbohidrate komplekse, dhe unë kam përzgjedhur këtë herë një bukë e cila është bukë e ngrirë. Në fakt ekziston një mit për sa i përket produkteve të ngrira, sepse ato konsiderohen si të pashëndetshme, por në rastin e bukës apo në rastin e perimeve të ngrira, mund të jenë ose janë aq të shëndetshme, madje në disa raste edhe më të shëndetshme. Në rastin e bukës ndodh diçka. Ne kemi parë në përfura buke të ndryshme dhe në emisionet e kaluara kemi diskutuar së bashku që kemi folur që buka na bashkon të gjithëve, sidomos edhe ne në traditën tonë. Madje nëse pyesim dhe nënën dhe maman time, edhe patatet e skuqura e konsumojnë me bukë. Po, e vërtet. Kështu që është një nga ato produktet që asnjëherë nuk mungon në tryezë. Por e rëndësishme është të bëhemi pak të zgjuar, të bëhemi pak inteligjente, të zgjedhim produkte inteligjente. Dhe prandaj ngrirja e bukës ose jep pastaj mundësinë për të ndodhur një ndryshim fiziko-kimik, që është retrogradimi ose kthimi pas i amidonit. Buka është e përbërë si çdo produkt tjetër nga karbohidrate, proteina dhe yndyrna, por ato karbohidratet në momentin e përgatitjes së bukës në formë të shpejtë, pra me shumë ajaq, shumë fura buke mund ta zbatojnë si praktik, sepse është koha e fermentimit që nuk e presin dhe duhen të kenë prodhim, dhe ky fermentim i shpejt nuk jep mundësi amidonit për të zbërthyer në forma të tjera, pra ky sheqeri në fakt, nuk jep mundësi sheqerit të zbërthehet në forma të tjera për të na ulur në nivelin e sheqerit në gjak më pas. Por produktet të tilla, të cilat fermentohen për më tepër se 12 orë dhe më pas ngrihen dhe më pas piqen, ndodh një ndryshim në strukturën e amidonit. Ai bëhet më rezistent, dhe duke bërë më rezistent, na rritet më pak niveli i sheqerit në gjak. Kështu që është një bukë më shëndetshme se sa një bukë direkte dal nga furra. Dhe unë zbatoj shpesh si praktik në fakt, çdo herë sa blej një bukë, e para gjë që bëj është e vendos në ngrirje. Kështu që nuk është as pak e çuditshme, por është një praktik mjaft e shëndetshme që besoj të gjithë duhet ta ndjekin. Interesante. Meqense jemi tek baza e piramidës, akoma tek karbohidratet, kam sjell dhe pastat e ngrira dhe të freskëta, të cilat dhe këto vendosen në atë kategorinë e produkteve ushqimore të cilat na ofrojnë karbohidrate. Dhe si të tilla, e rëndësishme është që të zgjedhim ato që janë komplekse. Këto lloj pastash bëhen me një miell të fortë, i cili në krahasim me miellat e tjera, të cilët janë të butë, ofrojnë më tepër përqindje të proteinave, gjithashtu më tepër
më pak nivelet të larta të sheqerit në gjak, sepse tretja më pas në metabolizmin ton do jetë më e qëndrueshme dhe më ngadalë duke na siguruar dhe nivele energjie konstante, pa pasur ato luhatjet e pikeve të energjisë, niveleve të sheqerit në gjak, por gjithashtu edhe hormoneve që do prodhohen sepse janë në proporcion me njëra tjetrën. Çfarë konsumojmë është efekt kaskad. Dhe në fakt tek piramida ushqimore, aty në bazën e saj ndodhen karbohidrate, por në çdo nivel në fakt të saj është një produkt i cili, ose le të themi është një element i cili ndodhet në çdo nivel dhe asnjëherë nuk duhet lënë pa harruar, dhe është pikërisht ai tetrapaku i jeshil. Dhe është ujë. Ja, po e mbaj unë. Tetrapaku nuk është ujë në fakt, por është një çaj jeshil. Është një produkt i ri që ne e kemi sjellë në dyqanet e Neranzi Organic Market dhe është një produkt i zgjuar, pra një produkt i shëndetshëm që nga ana tjetër të hidraton, por të sjellë edhe vlera ushqyese, pra ato elementet polifenolet, antioksidantët dhe mineralet e çajit jeshil, duke të dhënë mundësinë që të jetosh të shëndetshëm, por dhe të hidratohesh. Gjithashtu ka dhe 0 kalori nëse lexojmë etiketën. Po lexoja, etiketën po lexoja. Nëse lexojmë etiketën, pas ka 0 kalori. Nuk e dalloni dot sepse janë të vogla, por po, që do thotë është një produkt i pasheqerosur, duke u vendosur në të kategorinë e produkteve të shëndetshme. Madje të eliminon dhe atë nevojën për të zjerë çajin, për të larë e tjerë. Piramidën që kemi në ekran, kur jetë mund të doja që ta shohim full së bashku me publikun, ja ku e kemi, pikërisht pra ishim tek dyshemia, po e quaj kështu, tek rreshti i fundit i piramidës, ku po flisnim për karbohidratet, ndaj aty u përmend edhe makaronat e freskëta, buka gjithashtu. Do ngjitemi një hap më sipër apo? Po, do ngjitemi një hap më sipër, sepse karbohidratet pa diskutim, domethënë janë të shumta, mund t'i marrim nëpërmjet bukës, mund t'i marrim nëpërmjet ëmbëlsirave, pra janë të komplekse dhe të thjeshta. E rëndësishme është që ne të konsumojmë karbohidrate komplekse, ose në rast se janë karbohidrate të thjeshta, si buka e bardhë, mos ta harrojmë ta vendosim në ngrirje. Interesante kjo këshilla dhe informacionin që morëm për bukën sot. Kategoria e dytë është tek perimet. Në dyqanet e Neranzit ne ofrojmë disa paketime të tilla që janë perime të ngrira dhe ky paketim i tillë ka 12 perime të ndryshme. Çfarë e bën mjaft komode, mjaft praktike dhe shumë të lehtë gatimin e tyre. Përveç kësaj, duke ruajtur dhe vlerat ushqyese, sepse kultivimi i këtyre perimeve ndodh në momentin kur arrihet piku klimaterik. Të gjitha frutat, të gjitha perimet, disa kanë pikun klimaterik pas vjeljes, pra arrin të piqen pas i vjeljes, si banani apo avokado, por pjesa më e madhe e tyre arrin pikun klimaterik, pra pikën maksimale në momentin kur janë në pemë apo në formën e tyre të bimës. Dhe vlerat ushqyese në atë moment janë shumë më të larta dhe këtë punë bën pikërisht këto paketime inteligjente, i kultivojnë në momentin kur vlerat ushqyese të tyre janë më të larta dhe i vendosin në formën e ngrirjes. Dhe kjo na jep mundësinë gjithashtu për tu ushqyer me perime ose fruta të cilat janë dhe jashtë stinës. Duke ruajtur të vlerat ushqyese. Pra është më e shëndetshme të konsumojmë një produkt të ngrirë në momentin kur është jashtë stinës, sesa një produkt i freskët jashtë stinës. Po, e drejtë. Mirë, vijojmë më tej, duke dhënë të tjera informacione mirë ushqyerje dhe jemi. Një tjetër është hudhra. E çuditshme. Nuk e dija që është edhe hudhër të ngrirë. Ka shumë produkte në rëndë sa njohim ne këtu në Villa 24, por hudhrën nuk e kishim marrë në formën e pluhurit, por ne kemi edhe në formën e ngrirë. Interesante. Neranzi gjithmonë sjell paketime inteligjente, produkte inteligjente dhe gjithmonë të cilat të mahnisin, por dhe të surprizojnë me zgjedhjen e tyre. Atëherë hudhra si një produkt ne e dimë shumë mirë që e konsiderojmë si antibiotiku natyral dhe e përdorim jashtë madhe, sidomos edhe për fëmijët e vegjël, por ka diçka hudhra në momentin e konsumimit të saj, kam parë disa njerëz në fakt trende të shumta tashmë në TikTok dhe Instagram që marrin një thelpi hudhër dhe konsumojnë direkt për vlerat ushqyese. Po, e kam dëgjuar dhon këtë. Unë jam shumë pro kësaj gjëje, është një gjë shumë e shëndetshme për të realizuar, por ka diçka. Hudhra ka një element, është alicina, por alicina nuk ndodhet në formën e saj në mënyrë autentike ose origjinale në hudhër. Ndodhet në formën e alinës, një element më i thjeshtë i cili aktivizohet në momentin që hudhrës i ndodh një ndryshim fizik. Pra, e presim, e shtypim, një lloj si patate që sa e presim ajo nxihet. Pra, në mënyrë që alicina të aktivizohet, duhet që ne hudhrën ta presim.
por nëse e presim hudrën dhe e konsumojmë, atëherë mund të kemi edhe të erën e keqe të gojës. Ky është një produkt që mund të përdoret në gatim, por në formën e tillë të ngrirë, unë do ta sugjeroj edhe si suplement, se ne kemi më të thjeshtë të marrim një suplement në formë kapsulas që është realizuar duke ekstraktuar me eter, me solvent, me alkool etj, sesa të marrim një produkt organik që natyra na e fal. Dhe alicina që përmenda në fakt që aktivizohet me alizinën, që është enzima përgjegjëse për aktivizimin e alicinës, në hudrën e ngrirë ndodh një ndryshim fizik. Pra, hudra ka një përqindje të lagështisë brenda dhe në momentin e ngrirjes ato kristalet zgjerohen, pra një lloj si kavanozi me ujë në akull që nëse e mbyllë ai shpërthen sepse uji bymehet dhe tek hudra ndodh një veprim i tillë. Pra ato kristale zgjerohen dhe prishin një farë strukture të brendshme. Dhe duke prishur këtë strukturën e brendshme, atëherë bëjmë dhe aktivizimin e alicinës në momentin kur ne konsumojmë direkt si të tërë. Kështu që është goxha inteligjent si produkt dhe besoj se mund të zgjasë më tepër se 2 muaj nëse e sigurt si një suplement. Pra, ky është një suplement që natyra na e ka falur. Jo vetëm për gatim, por dhe për mirëushqyerje, gjithashtu dhe për një do kalojmë tek bulmeti tani? Po, kalojmë tek bulmeti. Kemi edhe qepën e kuqe të grirë për të mos na djegur sytë në momentin që e presim. Të njëjtat vlera ushqyese, një lloj edhe si hudra. Ne ranzi gjithmonë. Do të thënë vetëm në gatim mos u ankoni tani, jo po kush shëron hudrat, kush grin qepën, janë gazi tek në ranzi. Thjesht shtojini aty në tigan edhe filloni me një herë gatimin. Po. Do kalojmë dhe tek bulmeti. Te bulmeti unë kam përzgjedhur kremin e djathit soft me 16% yndyrë dhe në kompaninë e Ranzi ka formate të ndryshme në fakt të kremit të djathit dhe 26%, por ky paketimi i tillë ka një përqindje më të ulët yndyre për të na e lehtësuar pak vendosin e tij në receta të ndryshme, qoftë të shëndetshme apo dhe hipo apo dhe të ulta në kalori dhe të larta në kalori. Gjithashtu edhe qumshti, i cili nuk duhet shmangur, ne mendojmë që duhet të konsumojmë gjithmonë qumësht të skremuar, i cili është paketimi jeshil dhe është një formë le të themi identifikimi ndërmjet qumshtit, pra paketimi jeshil është nënkupton që ka yndyrë të ulët, pra është i skremuar, ndërsa paketimi i blu nënkupton që ka një yndyrë mesatare. Paketimi kuq ka yndyrë akoma dhe më të lartë. Ne na nevojitet një qumësht i cili ka një yndyrë, le të themi, një përqindje të yndyrës, sepse ajo yndyra është përgjegjëse për mbajtjen e vitaminave të tretshme në yndyrë, si vitamina D, si vitamina E, si vitamina K apo si vitamina A, që janë vitaminat pa të cilat ne nuk bëjmë dot. Dhe shumë rëndësishme që t'i konsumojmë në përditshmërinë tonë. Dhe nuk duhet të kemi frikë në yndyrën në fakt, sepse asnjë nga produktet që ne kemi në tavolinë sot, as nuk të shëndosh, as nuk të dobëson nëse ti mendon se me konsumimin e këtij produkti do realizosh ose njërin ose tjetrën. Është pikërisht kohëzgjatja, sasia, shpeshtësia dhe mënyra se si i gatuan çfarë të... Patjetër, po, është shumë e vërtetë. Se ne vërtet mund të marrim ato qeskën me zarzavata aty, po, nëse ne fillojmë me ato skuqen me shumë yndyrë dhe fillojmë dhe dëmtojmë zjemë shumë se ç'duhet etj, kemi zhbër atë gjën. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm edhe aty. Dhe ky është një avantazh në fakt për perimet e ngrira, sepse nuk ke nevojë të përdorësh shumë vaj. Pra mjafton vetëm sa të lyes sipërfaqen e tiganit, ti kalosh 2-3 minuta dhe i ke gati pa përdorur vaj, sepse as nuk e thithin shumë pjesën e vajit. Atëherë, një përmbledhje do dua në këtë 2 minutësh të fundit. Okej, tek yndyrnat unë do përzgjedhja foie gras, është mëlçia e patës, është paketimi në formë inoxit të neqe. Po, ja kemi këtu. Po. Foie grasja është një tjetër produkt i veçantë, goxha interesant që në dyqanet e Ranzit Organic Market ai ndodhet dhe është i pasur me acide yndyrore të pangopura. Duket e çuditshme që një produkt shtazor si ka mundësi që të ketë acide yndyrore të pangopura, se jemi mësuar që mishi kuq ka acide trans, ka acide yndyrore të ngopura, acide yndyrna që na bëjnë dëm. Por në këtë rast, mëlçia e patës përmban acid oleik në sasi shumë të lartë. Gjithashtu dhe në atë kategorinë e proteinave, kam përzgjedhur tofun si një përfaqësues bimor, i cili është i denjë për të përdorur dhe për ata individë të cilët janë vegetarian, vegan, por dhe jo vetëm për çdo individ, duke na ofruar që të gjitha aminoacidet esenciale që ne na nevojitet. Dhe për të llastuar veten, atë ja tregon çikos se kisha shumë kohë pa parë nga filma bajame, ose të realizuara me hurma arabie,
pra hurma arabie ose fik të përzira me arror të ndryshëm. Okej, i merrni dhe me veten në çantë, i konsumoni në makinë, në punë, fëmijëve me veten në shkollë, janë dhe shumë të shijshme dhe shumë të shëndetshme. Mua më kujtuan fëmijërinë edhe po në rancë sigurisht që i sjell shumë të bukura dhe shumë më të sigurta. Dhe janë praktike se mund t'i prezësh me stik Por ta mbyllur se jemi keq me kohën, lutem. Kantuçit janë disa biskota të cilat ne mund ta llastojmë veten tonë sepse janë të bëra me miell bajame dhe me fruta bajamesh dhe me arror të tillë si bajamja që mund t'ja lejojmë vetes tonë konsumimin një herë në ditë ose një herë në 2-3 ditë. Kështu që ne vazhdojmë të mbajmë këtu dhe ti e di, ne vazhdojmë me pyetjet, por kaq kemi kohën për ata që po na ndjekin. Po jo më koto kemi çdo javë sepse kemi pafund gjëra për të sjell për publikun që na ndjek. Të falenderoj shumë. Gjithashtu kënaqësia është ime. Kënaqësi. Publicitet. Emisioni do të vazhdojë në terren, do të jetë gazetarja Çenkuela Hasa me një intervistë që vjen për Villa 24, kështu që bashkë live jemi nesër në orën 9.